Kemi bashkë me vllain 30 dhoma, me restoran, me bar, me fjetje. Kur kam shkuar, ndoshta se kam pas këtë menim mu kthye, Amerika ka paren, qefi në Shqipni, në Kosovë kudo. Në përjardhje pe Valbone, pe kësaj pjese këtu, Amerikën kur u ban këta lëvizjet ndryshime, menum me shkuar, shkuam punum 30 vjet, era këtu me bajnë shtëpi, atë e bam një hotel bashkë me vllain, jam kanë moshën 42 vjeçare. Jeta fillimisht është e vështirë, se nuk di gjuhën, janë shumë gjana, sa ti ngranohesh me jetën, me kulturën atij shtetit, edhe me një kohë 2 vjeçare u nganum në sistemin e Amerikës, vazhdum punum, me kalimin e kohës hapëm një kompani troqesh, vazhdum me ta, mosha moshën, dola në pension, era këtu me pa, edhe na më shmenja ta bajmë, vllajën e kisha këtu, ta bajmë këtë hotel.